me qenë se s'po kemi dhona tjera, po i referohena Institutit GAP, si pas të cilës Klina është qyteti i dytë mas Qaçanikut ma transparent me paron publike. Edhe po ashtu Lipjani është i treti që e përmena pak ma pa Lipjani Imri Ahmetit, gjë që une këtë gjatë që ty në shifra ju bindna. Sepse transparenca me parën publike është mbi të gjitha e kapat anën etike të pushtetit. A është një tip hajna nuk është. Që që thujnë këtu shqiptarët shkurt e Shqip. Spodis janë 3 komune, 7 komune me 100% transparencë. Po në një përmenave që tu, se janë do mund Mitrovica, Prizrini, Raveti, Shtimja, Skënderoj, Vushtria. Por, si pas renditjes janë, do mund Qaçaniku, Klina, Lipjani, 3 komunat ma transparente. Prandaj, po du me thonë që transparenca edhe Zot Nillaku, Zot Shpillaku i mirë, që i thojnë i Zoti Shpis i mirë, mon sjell vota. Nuk është që edhe aje ka këju besimin atje në Klin, pavarësisht se tash nuk e di saktësisht punët e tina, çfarë ka bon, çfarë s'ka bon, sa përqeni ka realizu premtimet, sa jo, po si do qoftë unë e shoh balotazh me Sokol Bashotën, i cili po ashtu i kthehet dhe i kthen ndikimin e PDK-s,